Doni të keni zemër të fortë, ja ushqimet që duhet t'i hani çdo ditë. Të pasurit një zemër të fortë është një sfidë e madhe për të gjithë njerëzit. Shumë nga ne nuk e hanë mishin e kuq ose djathin, pasi meqense ato janë të tembushura me kalori dhe yndyra dhe mendojnë se do të rrisë nivelin e kolesterolit në gjakk. Por sipas një studimi të fundit rezulton se ngrënia e mishit ndihmon në forcimin e zemrës suaj. Sigurisht, nëse hani mish të kuq dhe djath të përpunuar, rreziku për të humbur jetën nga sëmundjet e zemrës gjithashtu mund të jetë i lartë. Nëse ju hani një sasi të konsiderueshme mishi dhe djathi çdo ditë, mund të reduktoni shanset edhe për humbjen e jetës së parakohshme. Bëhet fjala gjithmonë për mishin pa yndyrë dhe djathin cilësor, të cilët nuk përmbajnë shtesa të larta të yndyrnave ose kriprave shtesë, të cilat mund të ndikojnë në përkeqësimin e çështjeve tuaja të shëndetit të zemrës dhe jo vetëm kaq. Ndaj mos nguroni të konsumoni ushqime cilësore.